Mbi 200 fëmijë të komunitetit të rom në qytetin e Korçës rrezikojnë të mos ndjekin shkollën për këtë vit pasi nuk mund të pajisen me tekstet shkollore. Kryetari i shoqatës rome në Korçë, Arben Kosturi, thotë se vitin e kaluar fëmijët e komunitetit u pajisen me libra falas, por një nisëm e tillë nuk po zbatohet këtë vit. Janë 200 fëmijë në shkollat e qytetit të Korçës që do përjashtohen ose vetë përjashtohen nga drejtoritë arsimore për mos pajisjen e librave të këtyre fëmijëve. Vjet pasi u pajisin me libra, po 2 muaj me vonesë. Kurse si vjet nuk ka ardhur asnjë urdhër. Dhe për këtë ne kemi qenë ditën ose orë basore për të pritur një urdhër të Ministrisë të Arsimit për pajisjen e fëmijëve rom me libra falas, siç ka ndodhi dhe vjet. Ndërsa rreth shfrytëzimit të fëmijëve nga prindrit e tyre për të lypur, Kosturi thotë se mbetet ende një problem pas zgjidhje. Ai tregon se në këtë drejtim është bërë mjaft punë, por ende ka për të bërë. Jo se nuk e kanë të nevojshme, po të paktën në qarkun e Korçës organizatat rome dhe jo organizatat rome kanë punuar dhe këtyre familjeve që kanë probleme sociale ekonomike i është ofruar një ndihmë. Nëse do konstatojmë ne si organizata rome me shoqërinë civile do konstatojmë familje të kësaj natyre që juve sapo thatë, ne do t'ja u prisim dhe atë ndihmë që ata marrin. Shoqatat rome në qytetin e Korçës po zhvillojnë tratativa me distributorët e librave në mënyrë që fëmijët t'i marrin falas, por gjasat që kjo të ndodh janë të pakta.